Bind, s'ka problem. Atë po përpiqem bëhet. E di që unë atë përpiqem bëj gjithmonë me të. Okej, faleminderit. Tani, çështja është, nuk mundet edhe të bijem dakord që shifrat nuk janë sakta dhe nuk do kemi kursesi kur një sasi të qartë manipulimi të shprehur në përqindje, kur nuk do e kemi këtë. Po nga ana tjetër, edhe ti marrim të mirëqenia këto shifra dhe të bëjmë analizën mbi këto shifra. Ky është paradoks logjik dhe më duket absolutisht e pamundur që të jemi koherent në të njëjtin rast me dy të dhëna krejt kundërta me njëra tjetrën. Kaq ky është Flavio, sa vjeç ke gazetar? 25? Që nga dita e parë Radio Tirana kanë kaluar 22 vjet. 22. Po nëse unë mbaj mend dhe më herët. Tani në këto 22 vite, në punën tënde, sa herë ke thënë që për shembull ndalet tua publike, siç kemi thënë dhe ne, qoftë edhe pas një fakt që Ilir Meta ose partia e Lëvizjes Socialiste për Integrim është një parti që shitblerjen e votës e ka kryefjalë. Mund të kemi thënë mbi 20 herë. Tani, në kontekstin që them unë, karta besueshmërisë në opinion publik, mos më duhen fare, mua më duken gjithë njësoj. Ta them sinqerisht. Se unë nuk mund të marr rast. Ka provë të shit blez votës. Një sekond s'ka prova. Ja, kam pas një kandidat që e gjymon i farkohe. Një mund ta them. Një kandidat në zgjedhjet vendore gjymon i farkohe. E gjymon se u arratis. E gjymon që po heton Elvis Roshin. Kalojnë punët e gjymon komakomës, po s'po e kapshin dot. Okej, një sekond. Jo, s'po banalizojmë, po them shumë. Ore pse është banale që pas ka 10 vota ai? Jo, kisha me litën. Më fal. Ore nuk po e banalizoj. Rasti Elvis Roshi që ka qenë të dyja partitë, pavarësisht se është para latët. Besoj se partitë kur prezantohen te opinioni publik, nisën Shqipëria bes kemi raste më. As të mundësia momentalisht. Tani, këto dy partit tradicionale, momentalisht më sa thash, ka i paradoks. Po pse s'po më kupton sot, unë thash momentalisht nuk kemi këtë. Por te partit tradicionale, ja pra, sot që ke i pa qartë, nuk e di, kafe shqeto ke pirë. Tani, partit tradicionale, më dëgjon. Te kalon personale apo të përdis? Ma qa personale. Tani, partit tradicionale, më falë. Te partit tradicionale, a ka një hije dyshimit e karta besueshmërisë që këto nuk shesin dhe blenë vota, vetëm këto dy raste. Edhe Iliri ka qenë dhe PS dhe PD. Tani në këtë kontekst, kur ti shkoni prezantohesh publikut që i thua, këta më vjedhin, ai tjetri thotë që këta më vjedhin, dalin dhe raste siç dalin, bie besueshmëria, mund ta thotë i parti tjetër kushdo, që s'ka as prova ende, që ka një kartë besueshmërie që unë nuk i vjedh vëlla. Po ti ne nuk mund themi as për PS-n, as për PD-n që nuk ka manipulim. Më fal, rasti tjetër, Agron Shejaj. Më fal, rasti konkret i Agron Shejaj. Ja edhe më jo, nuk do fal këtë, më dëgjoj pak. Ore PS-PD po ja fuste Agron Shejajt për t'i marrë mandatin, u bën të dyja bashk për t'i hequr vota mundësisë. Tani, më fal por tani apo i vjedhin gjithë bashk? A janë një sekond? Po patjetër. Faleminderit. Tani, o do bëjmë një diskutim kartash besueshmërie dhe pikësh në jo pra jo një sekond more dëgjoj more po të më kërkoj ndjes ashtu o do bëjmë një diskutim kush është më seksi nga ofertat ose do bëjmë një ofertë serioze janë gjithë ato alternativa opozitare nuk mund të themi që jo ofertë serioze nga tradicionale thot zotëria po këtë s'mund ta them apo jo okay ju lutem ta dëgjojmë një herë pas ti ke kaluar në gocë sheto si puna tani o do bëjmë një diskutim këtu për cilësinë e ofertave, kush pëlqet, kush s'pëlqet, kush më duket mua simpatik, kush të duket ty, ose do të njëjti diskutim do bëjmë diskutim praktik dhe analizë praktike. Kush ka kapacitetin në këtë vend për të vjedhur vota? Kujton se i ka dikush tjetër përveç që ka infrastrukturën e Edi Ramës, e ka dikush tjetër? Njëri mund të ketë më shumë, njëri më pak, s'ka rëndësi më për të. S'ka fare asnjë shans, askush tjetër. Pa këta s'kan vjedh. Askush tjetër nuk ka shanse përveç atij që i kontrollon të gjitha ta lëvizë bishtin fare. Pra vetëm Rama ka vjedh, sipas opinionit tënd. Ai ka mundësi më zotëri, nuk është opinion, ky është fakt. Vjedhja quhet edhe përdorimi administrativ. Opinionin ta them më vonë. O Anëri, opinionin kam një mendim krejt kundër. Opinionin ta them më vonë. Unë tani po të rendis fakte, po përpiqem të jem i jashtëtyshëm. I vetmi që ka infrastrukturën dhe mekanizmin për të realizuar manipulim si në shkallë vogël, si në shkallë gjerë votash, është vetëm qeveria dhe veçanërisht kontrolli kapilar që ka ai nëpërmjet aktivistit dhe patronazhistit. Dhe rastësisht në 3 zgjedhjet e fundit gjithmonë hetohet dikush nga opozita që vjet zgjedhjet po humb. Tani unë them që ne si gazetar kemi për detyrë mbi të gjitha në raport me ata që na ndjekin, të paktën të bëjmë sens. Nuk gjykoj dot unë se a pëlqet apo s'pëlqet Edi Rama, është krejtësisht e lirë në dorë të njerëzve. Ama për faktet nuk janë dorë të njerëzve, janë faktet dhe ashtu janë.
Pse se besoni me Flavi, pse se besoni, lutem. Po nuk jam ke fazë se fallë. Në qarkun Elbasan, zonja Sara Mile ka marrë 18.000 vota. 28.000 morë, 18.000 ishte në mes numrit. Besoni tek rinia. Okej, Zotëria, sepse nuk Kam zërisht më pëlqen